Deti ishte I qetë, por brenda t'i fshihej një tmerr që po priste momentin e duhur. Kur Michel dhe Danieli u nisën për lundrim, nuk e dinin se një çarri e vogël në anije do të kthehej në një makth për jetë a vdekje. Por ajo që I tronditi të gjithë nuk ishte stuhia. Ishte refuzimi I Danielit për të braktisur anijen që po mbytej. Ka diçka që duhet të shpëtoj, bërtiste ai, ndërsa uji I akullt po I mbulonte trupin. Çfarë fshihi në atë kuti misterioze që blente më shumë se vetjeta e tij? Qëndroni me ne, sepse ky nuk është thjesht një udhëtim që përfundoi në tragjedi, por një sekret familjar që doli në sipërfaqe mes dallgëve gjigante. Deti ishte I qetë atë mëngjes. Sipërfaqja e tij e argjend në të kaltërt valëzonte lehtë në rrezet e diellit. Michel ishte mbështetur pas parmakëve me sy mbyllur, duke lënë erën t'i shpupuriste flokët. Bashkëshorti I saj Danieli qëndronte në timon, I qetë, I sigurt dhe plotësisht në elementin e tij. Lundrimi kishte qenë gjithmonë ikje e tij nga realiteti dhe ajo donte ta shihte atë ashtu, të qëndrueshëm, buzëqeshës dhe në paqe. Por paqja, siç na kujton shpesh oqeani, është kalimtare. Orë më vonë, ndërsa po largoheshin gjithnjë më shumë nga bregu, era filloi të ndryshonte drejtimin. Ajo që dikur ishte një fllati I butë u bë I shqetësuar, duke e fishkolluar valet me një rënkim të ulët dhe o gurzi. E qeshura me syre u shndrua në një heshtje të pakëndshme. Michel u vret. Dallgët po riten, tha ajo, duke shtrënguar parmakun. Danieli thjesht buzëqeshi. Mos u shqetëso, deti po zgjat krahët. Megjithatë, momente më vonë një pikim ritmik dhe impret arriti në veshët e Michelit. Pastaj një tjetër. Ajo uli shikimin. Një rjedh e hodh huj po hynte përmes një çarjeje pranë trupit të anijes. Daniel, bërtiti ajo, kemi një rjedhje. Ai ishte pranë saj në një çast, duke ulur për të inspektuar dëmin. Ngjyra u largua paksa nga fytyra e tij, por zëri mbeti I qetë. Është e vogël, mund ta rregulloj. Para se ajo të mund të përgjigjej, ai u hodh poshtë kuvertës. Prit Daniel, e thiri ajo pas tij me panikun që po I ritej. Duhet ta braktisim anijen, por ai nuk u përgjigj. Era tani u lurinte më fort, duke lëkundur anijen me dhunë. Michel mori një kovë dhe filloi të nxirrte ujin sa më shpejt që mundej me zemrën që I rrihte në sinkron me goditjet e valve. Hajde, pëshpëriste ajo me frymëmarrjen që I shpejtohej. Çdo kovë ujë dukej e kotë kundrejt sulmit të pamëshirshëm të detit. Zëri Danielit u dëgjua dobët nga poshtë. Gjithçka është në rregull? Më duan edhe pak minuta. Minuta, ajo donte të bërtiste. Ata nuk kishin minuta. Rjedhja po përhapej dhe duart po I tiqin nga nxjerrja e ujit të akullt. Ajo kërkoi radion, por mori vetëm zhurmë statike si përgjigje. Nuk kishte sinjal. Ndihmë, bërtiti ajo drejt zbrazëtisë. Pikërisht kur shpresa filloi të venite, një zë u dëgjua përmes erës. Hej, a jeni mirë aty? Ajo u kthye dhe pa një anije tjetër që po afrohej. Ekuipazhi po valviste duart me dëshpërim. Njeriu në krye më vonë, ajo mësoi se quhej grek, e shikoi me shqetësim të madh. Po mbytemi, bërtiti ajo duke bërë duart si hing. Ekuipazhi I gregut vrapoi shpejt, duke hedhur një litar drejt tyre. Michel e lidhi atë me duart që I dridheshin. Ku është burri yt? Bërtiti gregu. Poshtë kuvertës, nuk pranon të dalë. Fytyra e gregut u ngrys. Atëherë do ta nxjerrim ne. Para se ai të përgjigjej, Danieli u ngjit lart, I lagur, I zbehtë, por ende I vetpërmbajtur. Nuk po e braktisim anijen, tha ai me vendosshmëri. Michel e shikoi me mosbesim. Je I çmendur, po mbytemi. Ka diçka që duhet të shpëtoj, tha ai qetësisht dhe u zhduk sërish poshtë. Stuhia shpërtheu me tërë fuqinë e saj. Dallgët godisnin anijen, duke spërkatur ujë të akullt në fytyrën e Michelit, ndërsa bubullimat gjithmonë gjëmonin si topa lufte. Daniel, u luriti ajo duke parë drejt shkallëve. Të lutem, duhet të ikim. Përsëri nuk pati përgjigje, vetëm kërcitje e drurit dhe zhurma ujë që vërshonte brenda. Ajo mori një litar dhe I tha gregut, nëse nuk vjen ai lart, po zbresun poshtë. Gregu u tmerrua, mos u çmende, do mpytesh atje brenda. Por ajo nuk e ndëgjoi. Michel zbriti në kabinën e erët. Ajri ishte I rënd nga uji I kripur dhe paniku. Drita e elektrikut preu erësirën. Në fund të kabinës, ajo pa Danielin
i ulur në ujin që i arrinte deri në bel, duke kërkuar diçka në një stol. "Çfarë po bën?" bërtiti ajo. Ai u kthye i mbuluar nga uji duke shtrënguar një kuti të vogël metalike. "E kam," pëshpëriti ai. "Michel mbeti e shtangur. Po rrezikon jetën tonë për një kuti?" Para se ai të përgjigjej, një valë masive goditi anijen, duke i përplasur të dy pasmurit. Dritat e kabinës u fikën plotësisht. Uji u ngjit deri në gjoksin e tyre. Zëri i Gregut erdhi nga lart, i dëshpëruar. Roja bregdetare erdhi, dilni jashtë. Michel u hodh drejt Danielit, duke e kapur nga krau. "Të lutem, asgjë nuk vlen sa jeta jon." Por Danieli nuk e lëshonte kutin. "Ky i përkiste gjyshit tim," tha ai mes dhëmbëve të shtrënguar. "Ai e ndërthoi këtë anije, prandaj nuk mund ta lija." Ajo ngri. E kuptoi se kjo nuk ishte lakmi, ishte trashëgimi, memorje, një premtim. Me një sforcim të fundit, ata dolën në kuvert në vetëtimat që çanin qiellin. Roja bregdetare i tërhoqi në anijen e tyre të shpëtimit. Anija e tyre u gëlltitën ngadalë nga deti, duke u zhdukur në ndallgët. Michel u kthye nga Danieli, i cili ende e shtrëngonte kutin fort. "Çfarë ka brenda?" pyeti ajo me zë të ulët. Ai e hapi aq sa ajo të mund të shihte. Brenda ishte një fotografi e zbehur, një kompas i vjetër dhe një pllakë e vogël e gdhendur për atë që nuk u dursua kurrë. Michelit i dolën lot. "Mendova se po zgjidhje anijen para nesh," pëshpëriti ajo. Danieli tundi kokën, "Po shpëtoja priardhjen ton, që të mos harrojmë kurrë se ku përkasim." Gregu buzëqeshi lehtë, duke i drejtuar drejt bregut ndërsa agimi po zbardhte në horizont. Deti e mori anijen e tyre, por u dha diçka shumë të madhe në këmbim. Një histori dashurie, trashëgimie dhe vullnetin për të mbajtur fort kur gjithçka tjetër mbytet. Të dashur shikues, çfarë do të kishit bërë ju në vend të Danielit? A do të rrezikoni gjithçka për një kuti familjare? Na tregoni në komente. Nëse ju pëlqeu kjo histori, bëni like dhe abonoheni në kanal. Mirupafshim.